Temperaturat e ulta kanë ngrirë jo vetëm rrugët në Pogradec, por edhe çezmat. Me qindra familje prej 2 ditësh përballen me mungesën e ujit pasi tubot kanë ngrirë si pasojë të temperaturave të cilat zbritën deri në -20 gradë Celsius në orët e natës. Tashmë zgjidhja e tyre është të mbushin ujë në burimat e qytetit. Nga vëzhgimi që ne kryen, vjen re që 2 burimat kryesorë tek lumi i qytetit dhe lagja e Toplecit, banorët mbushin ujë për të pirë dhe përdorur edhe për nevoja të tjera shtëpiake. Ka ngrirë ujë? Ka ngrirë. Sa ditë bën? 2 ditë. Po si ja bën tash? Po japim këtu ja. Çfarë bën? Nga e keqja. Tu e për të pirë dhe për të larë? Për të pirë, për të larë rejnët e për të terra. Ujë, po nuk komen. Po sa ditë keq s'ka ujë? 2 ditë. Po si ja bën? Tu vini mbushni? Këtu mbushni. S'keni ç'a bën. Për të larë, për të pirë këtu. Këtu. Lere tash mi. Sa mirë keni pak, mos e kanë çfarë sa U çan sa të çan. U çan sa Sa. Jeni ankuar atje për të ndruar? Jemi ankuar se. Duket se temperaturat e ulta nuk kanë krijuar probleme vetëm për qarkullimin në rrugë, por pjesa më e madhe e shtëpive në Pogradec tashmë nuk kanë ujë sepse kanë ngrirë. Kanë ngrirë çezmat dhe tubot e ujit dhe për këtë shumë qytetarë janë të detyruar për dalë në përburimat e qytetit për të mbushur dhe bidona me ujë për t'i konsumuar për të pirë, për të larë edhe enët. Ne kemi vëzhguar 2 prej burimeve kryesore të Pogradecit, dhe Topleci dhe çezmën e Kurbatit, dhe ka shumë qytetarë që shkojnë për të mbushur ujë për shkak se tubacionet e tyre kanë ngrirë. Një pjesë tjetër ju janë çarë dhe sahatet dhe kanë bërë dhe lajmërinë në përkatëse, po presin reagimin e ujësjellësit për t'i zvendësuar, por që realisht pjesa më e madhe e qytetarëve të Pogradecit janë pa ujë të pishëm për momentin.